Mirë se veni në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shëndeti dhe siguria e fëmijëve të vegjël janë prioritet absolut për çdo prind dhe kujdestar. Gjatë viteve të para të jetës, sistemi i tretës, rrugët e frymarrjes dhe sistemi imunitar i fëmijëve janë ende në zhvillim dhe shumë më të ndjeshme krahasuar me ato të rriturve. Për këtë arsye, disa ushqime që për ne janë të zakonshme dhe të padëmshme mund të përbëjnë rrezik serioz për fëmijën në moshën 5 vjeçare. Këto rreziqe përfshin mbytjen, infeksionet bakteriale, reaksionet alergjike dhe dëmtimet afatgjata të shëndetit. Në vijim do t'ju tregojmë në mënyrë të detajuar 5 ushqime që nuk rekomandohen për fëmijët në moshën 5 vjeç, si dhe arsyet pse duhet shmangur. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Mjalti. Mjalti është një ushqim natyral dhe i pasur me vlera ushqyese për të rriturit, por për foshnjat dhe fëmijët shumë të vegjël, ai mund të jetë i rrezikshëm. Mjalti mund të përmbajë sporet të bakterit Clostridium botulinum, të cilat nuk përbëjnë rrezik për organizmin e të rriturve, por mund të shkaktojnë botulizëm infantil tek foshnjat në moshën 12 muajsh. Kjo është një gjendje serioze që ndikon në sistemin nervor dhe mund të shkaktojë dopsi muskulore, vështirësi në frymarrje dhe ushqyerje. Edhe sasi shumë të vogla mjalti mund të jenë të rrezikshme për foshnjat. Për këtë arsye, mjalti nuk duhet të jepet as në formë çaji, as i përzier me ushqime të tjera. Rekomandohet që mjalti të futet në dietën e fëmijës vetëm pas moshës 1 vjeçare, edhe atëherë në sasi të kontrolluara. Arrat, kikirikat dhe frutat e thata të plota. Arrat, kikirikat, bajamet, lajthit dhe frutat e thata janë burim shumë i mirë proteinash dhe yndyrrash të shëndetshme. Por për fëmijët në moshën 5 vjeçare, ato paraqesin rrezik të lartë mbytjeje. Forma e tyre e fortë, madhësia e vogël dhe tekstura e thatë e bëjnë të vështirë përtypjen e plotë nga fëmijët e vegjël, të cilët ende nuk kanë dhëmbë të zhvilluar plotësisht dhe nuk e kontrollojnë mirë procesin e gëlltitjes. Nëse një fëmijë gëlltit një arr apo kikirik të plotë, ai mund t'i bllokojë rrugët e frymarrjes dhe të shkaktojë mbytje, një situatë shumë e rrezikshme dhe urgjente. Nëse dëshironi t'i përfshini këto ushqime në dietën e fëmijës, ato duhet të jenë të pluara mirë, në formë kremi ose të përziera në ushqime të buta dhe gjithmonë në mbikëqyrje. Rrushi i plotë dhe domate qershi. Rrushi i plotë dhe domatet e vogla qershi duken të padëmshme, por në fakt janë ndër shkaqet më të shpeshta të mbytjes tek fëmijët e vegjël. Forma e tyre rrumbullakët dhe sipërfaqja e lëmuar i bën shumë të lehta për të rrëshqitur në rrugët e frymarrjes dhe për të bllokuar atë. Fëmijët në moshën 5 vjeçare nuk kanë ende aftësinë e plotë për t'i përtypur këto ushqime në mënyrë të sigurt. Për të ulur rrezikun, rrushi dhe domate qershi duhet gjithmonë të priten në copa shumë të vogla, idealisht në 4 pjesë për së gjati dhe të mos jepen korrë të plota. Karamelet e forta dhe çamçakëzi. Karamelet e forta, bombonat dhe çamçakëzi janë shumë tërheqëse për fëmijët, por përbën një rrezik serioz. Këto produkte mund të ngjiten lehtë në fy dhe të bllokojnë rrugët e frymarrjes. Çamçakëzi, përveç rrezikut të mbytjes, shpesh gëlltitet aksidentalisht nga fëmijët e vegjël. Gjithashtu, këto ushqime përmbajnë sasi të larta sheqeri, që kontribuojnë në prishjen e dhëmbëve dhe krijimin e zakoneve jo të shëndetshme ushqimore që në moshë të vogël. Për fëmijët në moshën 5 vjeç rekomandohet të shmangin plotësisht karamelet e forta dhe çamçakëzi. Ushqimet shumë të kripura dhe të përpunuara. Ushqimet si patatinat, sallamet, salciqet, ushqimet e shpejta dhe produktet shumë të përpunuara përmbajnë sasi të larta kripe, yndyre dhe aditivësh artificial. Veshkat e fëmijëve të vegjël nuk janë ende të zhvilluara plotësisht dhe nuk mund të përpunojnë sasi të mëdha kripe. Konsumimi i shpeshtë i këtyre ushqimeve mund të ndikojë negativisht në shëndetin e tyre afatgjat, duke rritur rrezikun për probleme me tensionin e gjakut dhe zakonin të këqija ushqimore. Fëmijët në moshën 5 vjeç duhet të ushqehen kryesisht me ushqime të freskëta, të gatuara në shtëpi me pak ose as pak krip. Zgjedhja e ushqimeve të duhura për fëmijët e vegjël është një hap shumë i rëndësishëm për shëndetin dhe sigurinë e tyre.
Shmangja ushqimeve të rrezikshme dhe përshtatja e dietës sipas moshës ndihmon në parandalimin e aksidenteve dhe problemeve shëndetësore. Gjithmonë është e këshillueshme të konsultoheni me pediatrin për çdo paqartësi rreth ushqyerjes së fëmijës. Shëndeti i fëmijës fillon nga ajo që vendosim në pjatën e tij. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.